Mirdita, ndeshja radhës është derbi ndaj Dinamos. Më drejtojmë pyetje të trajnerit Bilalia për takimin e ndeshjes së nesërme. Mirdita, pari suksese. Përse ka shërbyer pauza e komentarëve për të përgatitur ekipin, idetë tuaja për të rikuperuar nga dëmtimet, për ekipet të patun që mbajnë ritmin larg të kampionatit. Është një shërbes apo një kërkim? Atëherë mirdita të gjithëve. Patjetër që pauza na ka dhënë goxha dorë duke pas parasysh që një pjesë e futbollistëve të cilët kanë qenë të dëmtuar, një pjesë është kthyer, akoma jo të gjithë, por dhe një pjesa dërmuese gëzojnë formë shumë mirë, po themi për momentin. Kjo pauzë përveç kësaj na ka ndihmuar edhe në aspektin për të bërë disa orë punë më shumë, duke pas parasysh që jemi ekip i cili po mundohemi të konsolidojmë një profil të ri, manovra të reja dhe patjetër që ishte më së nevojshme pauza për të punuar diçka më shumë të rëndë, duke pas parasysh që ndeshjet më përpara kanë qenë shumë të ngjeshura. Kështu që mendoj që na ka shërbyer, mendoj që vim në një moment të mirë dhe patjetër jemi koshient dhe të vetëdijshëm që përpara do kemi kundërshtar shumë të fortë dhe të konsoliduar tashmë në kampionat. A do përmendet edhe mungesat në konkretiv si zhvillimi i skuadrës, si këmbëtar është ngrahtë për sfidën e nesërme, mungesa fiktime dëmtime? Besoj që nuk e kemi konfirmuar 100%, por besoj dy mungesa do të kemi, sa i përket po themi Kotës akoma nuk ka rikuperuar 100% dhe Besardit, Guxhufit, kështu që për momentin këta janë akoma në pikë pyetje, kurse pjesa tjetër po themi janë të gjithë të gatshëm. A do të përmendet kundërshtarin dhe potenciale rezultate në rëndësinë të kësaj sfide, si keni menduar për ta fituar? Duke pas parasysh se thashë më para, ne vim nevojë të madhe për të konfirmuar, për të konsoliduar mënyrën e lojës, për të marrë pikë dhe nuk ka, po themi, mënyrë më të mirë për të fituar kundra një kundërshtari që po gëzon formë të mirë, që po gëzon e ka konsoliduar në pjesë më të madhe dhe manovrën dhe profilin e lojës, dhe patjetër duke pas parasysh që ka dhënë përbërje goxha element të rëndësishëm. Gjithsesi, duke marrë parasysh, po themi, të gjitha këto, patjetër që dhe ne kemi marrë masat tona për të futur në ndeshje dhe për të synuar fitoren deri në fund. A do për ta mbyllur, ne kemi shpesh që statistikat zerohen në futboll, statistikat flasin për ju në përballjen me Dinamo, në barazimet e një fitore për ju, ndërkohë që shpresoni të dytën për ta finalizuar të pastë katër, sa ndjen impresionin për në Final Four, për të zhvilluar nga poshtë, për në Elbasan në vendin e tretë? Them drejtën, jemi fokusuar gjithë këtë periudhë për të konsoliduar dhe për të gjetur ekuilibrin e duhur në ekip, siç e përmendëm përpara, ka qenë goxha e vështirë, po themi, që ta gjesh këtë në ndeshje, duke pas parasysh që nuk ka qenë e mundur, po themi, për të punuar me grupin. Mendoj që kemi punuar goxha këtë periudhë dhe mendoj që në ndeshjen e ardhshme, pas çka vështirësive, mendoj që gjithë ata që po themi do fillojnë, do që na fillimi, po dhe në pjesën e dytë, mund të na çojnë drejt një suksesi dëshiruar. Është shumë e rëndësishme për ne çdo pikë, sepse në fund e prapa është një kampionat i cili dihet, po themi, vështirësia, të gjithë kundërshtarët kanë nevojë për pikë, kemi nevojë të konsolidojmë dhe pse jo të arrijmë diçka më shumë, po themi deri në fund. Ndeshje ka, është e rëndësishme që në momentin që gjejmë atë ekuilibrin e dur për të arritur te fitoret, mendoj që kontingjenti tani po vjen edhe avash avash i gjithë, kështu që ka goxha ndeshje deri në fund dhe duhet pa çdo ndeshje ka historinë e vet. Çdo ndeshje është mjaft e rëndësishme dhe është totalisht histori tjetër. Mendoj që normalisht ne jemi në një fazë tani që pak rëndësi ka me luajmë në fund e prapa, na intereson, po themi, që të krijojmë lojë dhe patjetër të synojmë pikët maksimale në çdo ndeshje. Faleminderit. Faleminderit ju.